Në një kohë kur mijëra të rinj vendosin të ndërtojnë jetën e tyre jashtë vendit, universitetet shqiptare gjenden përballë një prej sfidave më të mëdha. A janë ato ende qendra të dijes që prodhojnë të ardhmen apo thjesht stacione tranziti drejt emigrimit? Samiti i 4 i diasporës shqiptare në Tiranë riktheu në vëmendje një debat që nuk mund të shtyhet me largimin e trurit dhe mundësia për ta kthyer atë në një forcë zhvillimi. Se sot do flasim pikërisht edhe me rektorin e Universitetit Nën Terres pikërisht për këtë samit, pasi që ishte edhe pjesëmarrës i këtij samiti dhe opsionet të cilat u diskutuan në këtë samit për të mirën e të rinjve padyshim, të cilët janë në përfundimin e shkollave të mesme dhe drejt regjistrimit të universiteteve. Mirë se erdhët fillimisht në studio. Faleminderit. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Një temë shumë interesante dhe shumë domethënëse sepse breza të rinj do zhvillohen dhe do realizohen në fakt në universitetet viteve në vazhdim dhe ky samit kishte pikërisht këtë pikësynim që ata mos i lënë të dalin jashtë, po të gjej mundësi sa më interesante, sa më atraktive që ata edhe këtu ta gjejnë veten dhe mos të kenë nevojë atë mendimin se jashtë do e kem më mirë. Më flisni pak për këtë eksperiencë që kaluat. Po, samiti diasporës ishte një eksperiencë shumë e mirë për të njoftuar me gjithat kapital njerëzor në trojë shqiptare të cilët kanë dalur jashtë, mirë po të cilët me disa projekte të ndryshme, nëse shohim historikisht me kthimi i trurit, u pa se nuk është e mundur. Mirë po, u prezantua një ide që i njohur si qarkullimi i trurit, ku ato normalisht do të ngjelin aty ku janë, kisha përmendur vetëm disa emra, siç është Mira Murati, shumë inxhinier në Google, Arben Markoçi nga Spanja dhe shumë të tjerë, inxhinierë të njohur të cilët mund të kontribuojnë, janë të njoftur në fushën e vete dhe përmes platformave digjitale të ndryshme ato mund të mentorojnë student në universitetet të ndryshme, sidomos në Universitetin Nën Terres. Ne ishim të interesuar e propozuam si ide që të krijohet një regjistër mbarkombëtar dhe një panel për vitin tjetër ku gjithë këto ekspertë do të kishin ardhur një 2 ditë gjatë panelit dhe do të ishin njoftuar në gjithë universitetet dhe mundësitë dhe kush mund të kyçet spaku në mentorimin e studentëve, për shkak se mentorimi mund të bëhet edhe online, nga ana jonë edhe të caktojmë një komentor, edhe komunikimi do të jetë midis 2 mentorëve dhe studentit. Këtë mënyrë dhe studentët do të përfitojnë shumë nga eksperjenca që të kenë një mundësi të punojnë me ekspertë të tillë dhe njëkohësisht edhe ai mund të shkon edhe një javë edhe në vizitë atje dhe ti shef domethënë për afër organizimin, mënyrën e punës dhe çdo gjë. Dhe këtu benefiti i madh domethënë është se njëkohësisht edhe ato angazhohen, u jepet një mundësi që të kontribuojnë përsëri, edhe për studentët tonë që të shohin domethënë të kenë si mentor domethënë figura të dalluara të diasporës. Dhe njëkohësisht këto figura që e kemi të dalluar në diasporë të shfrytëzohen si nyje për shkak se ato mund të kontribuojnë mjaft, edhe teknologjia ekziston, digitalizimi është i shprehur dhe në këtë mënyrë në aspekt shkencor, domethënë mund të arrihet edhe shumë, sidomos kyçja e tyre në projekte, në këshillime të ndryshme, angazhimi i tyre në këshillat të ndryshme të universiteteve për të marrë mendim për punën praktike e kështu me radhë. Juve në fakt universitetet tona a janë të gatshme për një zhvillim kështu dhe një rol strategjik të ndryshimit të funksionimit? Po, besoj se po, si gati si gjithë universitetet edhe me rangimet e fundit, domethënë patjetër të jenë të fokusuar në pjesën e hulumtimeve shkencore dhe pjesët praktike dhe shkatësitë të cilët i kryejnë, domethënë u japin universitetet dhe në fund çdo universitet krahasohemi me atë sa studentët tonë të diplomuar janë të respektuar në vendin e tyre të punës, sa ato domethënë konsiderojnë se janë të shkathtë në punën të cilën e bëjnë, edhe Universiteti Nën Terres është duke i kyçur edhe studentët alumni të diplomuarit të vet, edhe në elaboratet e reja. Domethënë prej vjet filluam të kyçim studentët alumni për shkak se studenti ka qasje edhe nga aspekti si ka qenë si student, po edhe mbas një afati kohe, domethënë nga këndvështrimi i punëtorit, tash punon çfarë kërkesa ka pasur, shumica e tyre janë bërë menaxher, edhe nga këndvështrimi i tyre tash e shohin nga këndi tjetër dhe kanë shumë informata të cilët ne nuk i kemi, si mund përmirësohet domethënë edhe elaboratet dhe mënyrat edhe qasja domethënë. Edhe qasja, po. Flitet shpesh për brain drain. Po, ju personalisht e shihni më shumë si humbje apo si mundësi për brain circulation? Unë e shoh si qarkullim për shkak se shumica e këtyre ekspertëve janë jashtë edhe është shumë rënd kthehen.
mendoj se qarkullimi i trurit nëse u ofrohen mundësi të ndryshme, ato do të ishin kyçur spaku në mentorim, në projekte, në këshillime, në trupat të ndryshme të këshillimit të universiteteve dhe institucionet të tjerë. Dhe mendoj se janë një burim mjaft i cilësishëm, cilën deri tash është i njohuar, nga ana tjetër mund të kontribuojnë mjaft, edhe në universitete, edhe në arsim, edhe në shumë sfera. Çfarë i pengon realisht akademikët nga diaspora të bashkëpunojnë me universitetet tona? Për momentin janë ligjet e ndryshme për shkak se një profesor i jashtëm është shumë rënd punësohet ose të angazhohet në universitetet publike. Nuk është rregulluar në aspekt të duhur kjo çështje. Edhe part-time nuk mundet? Edhe part-time është pak si problematik, sidomos nëse ka në shtetësinë e një shteti tjetër, është shumë rënd, domethënë për momentin të bëhet një angazhim i tillë. Po, vullneti ekziston sigurisht. Vullneti ekziston, po. Edhe besoj se në të ardhmen do të bëjmë edhe intervencë që të mundemi, domethënë të angazhojmë edhe profesorët nga jashtë, me qëllim që të punësojnë fundit edhe me kontratë pilot, edhe në projekte të ndryshme edhe angazhimet të tjera të ndryshme. Po. Pse një student i mirë duhet të zgjetë të qëndroj këtu e jo të largohet? Unë mendoj se pikërisht guri peshon vendin prej ku është dhe çdo kush duhet mundohet një herë në vendin e vet, pastaj nëse nuk e sheh se mund të arrit, atëherë plotësisht nëse e shohin të arsyeshme mund të largohen. Mirë, po edhe nëse largohen përsëri gjithë studentët tonë u ngelen emaili, çdo herë tani jetë ngelin si alumni, domethënë i diplomor e universitetit, dhe çdo herë do të kenë dyert e çelura. Dhe në universitet ne jemi në krijim të sipërm të një zyre të karrierës e cila ekziston, mirë po tash e fuqizojmë më tepër, ku studentët edhe të diplomuarit të cilët punojnë, domethënë gjeneratat e para 10 vjetëve që kanë dalur nga universiteti, domethënë mund të vinë të konsultohen ende me profesorët e vet për një problem ose çështje që kanë në punë. Ai relacioni ende ekziston. Po, ekziston dhe mund lirisht domethënë të drejtohen, edhe kjo është domethënë Universiteti në Tereza, domethënë proklamohet si i hapur, çdo kush ka të drejtë dhe qasje të lirë. Në universitet dhe resurse, sidomos alumnit të cilët kanë diplomuar për universitet dhe u ngelen ai emaili i çdohershëm dhe tash jemi në plan të fuqizojmë dhe i kyçim edhe mbas. Domethënë gjithë ato të cilët kanë arritur dhe një sukses konkurrojnë në alumni vitit. Çdo vit krijohet një shpërblim nga ana e universitetit. I motivojmë studentët cilët janë të diplomuar, kanë arritur, është bërë menaxher diku ose ka arritur një përfundon një projekt ose një certifikat për të arritur. Ai konkuron në universitet, në fakultetin e vet për të shpallur alumni vitit për atë vit. Edhe mundet, domethënë, nuk ka kufizim, mund të konkuron me vite. Me vite, po. Mund se merr 20 vjet konkuron, vitin në 21 do ta marr, për shkak se nuk ka kufizime, mund të konkuron çdo herë kur do të marrë dhe një përparim në punë ose dhe një argument se ka arritur diçka. Edhe këtë mënyrë i kyçim edhe studentët tonë, për shkak se studentët tonë na japin edhe shumë, janë dashamirë dhe japin edhe shumë sugjerime të mira, domethënë shumë fundamentale në rëndësi për ne, për shkak se ato janë parit që ja dëshirojnë të mirën edhe universitetit. Janë dashamirësit më të mëdhenj në fakt të Universitetit në Tereza. Patjetër, amen. Të kthehem pak edhe tek samiti, pa shumë fytyra të mëdha të publike, të cilat ishin pjesë, ishte një organizim shumë i bukur. A mendoni se na duhen sa më shumë kështu organizime që edhe studentët të jenë prezent në këto evente të ndryshme, që edhe ata të vetëdijsohen se edhe këtu kanë opsione të mira, vetëm duhet të ekziston vullneti, dëshira që për të punu dhe për të studiu. Në panel kishte, me drejt në simpozium, kishte mbi 18 panele, shumica kategorive të ndryshme. Unë isha në ato të arsimit shkencës dhe kërkimit shkencor. Kishte figura edhe nga gjithë trojet shqiptare, normalisht, të cilët janë ende këtu, edhe nga diaspora. Kishte edhe shumë student, kësa radhe më shumë kishte nga diaspora, të cilët me financet e vete këshin ardhur apo stafat prezentojnë unionet e studentëve, të arriturat e tyre, dhe që na informuan dhe na përfaqësuan pak me
me gjithë vullnetin e madh që e kishin edhe me shumë punë të cilët i kishin realizuar. Normalisht kishte edhe shumë panele tjera të kategorive tjera të cilët nuk kam informata për shkak se nuk i vizitova, mirë po këto të arsimit shkencës ishin shumë entuziastë, shumë profesor të cilët kanë qenë në këto troje janë larguar jashtë, disa prej tyre edhe në Shtetet e Bashkuar, në universitetet të ndryshme, dhe kanë eksperiencë edhe prej këtu, edhe prej atje, dhe i din edhe problemet e këtushme shumë mirë, edhe sidomos në bashkëpunim, në ullumtime, në projekte të ndryshme, ato mund të japin një kontribut shumë të madh, edhe me ideja, edhe me shkrim dhe qasjen në projektet dhe njohuritë e tyre të këtyre rjetëve. Çfarë duhet të ndryshuar me njëherë që të parandalojmë këtë ikjen apo largimin? Unë mendoj se me njëherë duhet të krijohet një regjistër mbarkombëtar, të cilët do të regjistrojnë gjithë këto ekspertë e njoftër, të cilët universitetet do t'i kishin në qasje, do t'u ofroshin domethënë mundësi për bashkëpunim në sfera të ndryshme, prej të mentorimi i studentëve, deri diplomik, master, doktoratur, deri në angazhim të tyre në projekte, dërgimin e studentëve tonë në pjesë praktike internship në kompanitë e tyre, dhe krijimi projekteve të ndryshme, duke përfshirë këtu projekte edhe për internshipin studentët tonë, domethënë tu ambulojmë çdo gjë në suazet e projektit, por edhe projekte të tjera të cilët do ishin të pamundur nga ana jonë për shkak mungesës së ekspertizës dhe të resurseve të ndryshme të cilët ne nuk i kemi dhe nuk mundemi të aplikojmë edhe në shumë projekte. Po ju këtë implementimin sa po e përmendete për të përbashkët të joint PhD me universitetet e huaja, si e shihni? Po, këtu është një hapësirë shumë e madhe, për momentin joint degree është pak problematik, mirë për ekziston një mundësi double degree, ku ato akreditojnë programin në shtetin e vetë, në këtu, edhe është mobiliteti midis studentëve dhe profesorëve të cilët lëvizin prej të njëri partnerët e tjetri, po mundet të kyçet edhe kompani, domethënë si partnere, prej ku ekspertët do të angazhohen edhe mosimdhënie, edhe profesorët mund të lëviz, domethënë kemi mobilitet edhe të profesorëve, edhe të studentëve, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për gjeneratat e reja, që edhe ato të shohin edhe të kenë qasje në këto resurse të ndryshme. Dhe pse jo nesër me ndihmën e këtyre resurseve punojnë diçka edhe private edhe këtu. Dhe të mundohen fillimisht këtu, edhe në fund. Pastaj nëse shohin se për shkak se edhe këtu ka një hapësirë të madhe, domethënë për dhe oportunitete të mëdha për punë. Po digitalizimin e shehni si një opcion dhe një zgjidhje reale për bashkëpunime mes diasporën? Po, definitivisht ajo ndihmon shumë në për shkak se eliminon domethënë problemet me lokacionin dhe afërsinë, dhe sot ekzistojnë shumë platforma të ndryshme digjitale, sidomos për videokonferenca, me cilët shumë shpejt mund të mirësh vesh edhe të komunikosh, domethënë edhe të shprehim idejat lirshëm pa asnjë problem. Bile dhe, si që pamë edhe kohën e pandemisë, domethënë shumë ligjërato, aty ishte momenti ideal ku edhe një hobi madh i zhvillimit teknologjik bashkë në atë kohë, të cilën unë ndërprej dhe unë mendoj se përsëri duhet kthehet, për shkak se Shtetet e Bashkuar kanë edhe programe studimore online, të cilët janë shumë mirë të koncipuar, me parakushte hardverike dhe hapësira të testimeve, ku ato dërgohen në fund provimet bëhen në hapësira të veçanta, dhe në kjo mënyrë e qasjes, pse jo të shfrytëzohet edhe digitalizimi, dhe janë ndërpritet. Edhe pse ishte një përdorim i vrushëm gjatë pandemisë, mirë po, kohët e fundit unë dalë dhe pengohet, domethënë, ky digitalizim dhe aplikimi i tij në arsim. Në arsim. A jeni pro dhe a duhet shteti të investojë sa më shumë që t'i kthejë dhe mos të lënë largimin e akademikëve nga vendi? Mos të lejoj. Sepse pak duhet të kemi edhe përkrahje nga... Po, unë mendoj se duhet të krijohen projekte të tilla, për momentin pa mbështetje të ndonjë projekti dhe mbështetje financiare nuk është e mundshme një gjë të tillë. Ne kemi largime sidomos nga disa sfera, sidomos në fushën e shkencave kompjuterik, kemi shumë asistent të cilët largohen,
shumë studentë cilët me njerë sa diplomën edhe largohen, kemi edhe shumë studentë cilët kur arrin deri te me diplomës punësojnë edhe pastaj vazhdojnë të punojnë edhe lenë sikur ajde nesër kam kohë mbas nesër, edhe ai dallimi midis studimit dhe punës dhe ndodhen që me vite domethënë shumë studenti kemi domethënë një kohë të gjatë ngelin pa diplomur, duke lënë bazdore domethënë provimin e fundit dhe u kyçur në punë private dhe për shkak se askush edhe se kërkon sot edhe shumë diplomën, gjithë kërkojnë shkatësi dhe njohurit, edhe lejnë bazdore dhe nuk e marrin diplomën, domethënë me vite të tëra, që nuk është mirë për shkak se ka arritur deri aty gjithë ato vite, edhe sugjerimi im është për gjithë që të përfundojnë diplomimin, edhe pastaj ti përkushtohen punës edhe mundësive të punësimit. Përmendet edhe drejtimin e shkencave kompjuterike, është një drejtim shumë specifik dhe shumë mirë thatë se ata të cilët e mbarojnë këtë drejtim me njëherë kërkojnë të dalin jashtë, ose tani e kanë edhe opcionin kompanitë nga jashtë, po i punësojnë studentët tanë. A mendoni kjo është një shej se institucionet apo kompanitë e vendit nuk u adin mjaftueshëm vlerën pikërisht studentëve të këtij drejtimi apo këtij drejtimi në përgjithësi? Ndoshta nuk është i vlerësueshëm aq sa duhet dhe aq sa ka vlerë në fakt. Po, ato mund se dhe vadim vlerën, por nuk kanë potencial dhe resurse që t'i angazhojnë në projekte, nuk kanë edhe shumë projekte, edhe mundësi domethënë që t'i angazhojnë të gjithë. Edhe kjo mungesa e lidhjeve, linqeve dhe rrjedhëzimit në gjithë këto fonde të ndryshme të cilët mund të konkurrohet, është problemi kryesor. Gjithë këto kompani që vijnë nga jashtë kanë qasje në fonde të ndryshme ku mund të konkurrojnë. Këtu në gjithë Ballkanin, jo vetëm te ne, është problematik, domethënë nuk ekzistojnë fonde të tilla. Ose janë shumë të paktë edhe shumë rënd, domethënë fitohet një projekt i tillë. Juve me vite jeni vetëm, keni qenë edhe ligjërues, tani jeni edhe rektori i universitetit dhe të gjithë studentët i keni si fëmijë tuaj, sigurisht. Si ndiheni kur i shihni që studentët më të mirë e kanë atë dëshirën për t'u larguar nga vendi? Ne gjithë studentëve, domethënë rekomandimi i parë është që të rinë në vendin e vet, dhe se këtu, domethënë jo vetëm familjen që e kanë pranë, por edhe respekti më i madh do të jetë në vendin e vet nëse arrin të krysh sukses. Mirë po, nga ana tjetër nuk i pengojmë dhe i përkam edhe nëse vendosin me një hap tillë. Normalisht pamundësitë që t'u afrojmë pak më tepër rezultojnë deri në këtë gjë dhe krahasimin kur e bëjmë edhe me çfarë mundësish dhe çfarë resurse do të kenë qasje normalisht, edhe atëherë kanë përkrajen tonë. Studentët, siç thash, krijojmë edhe mundësi të ndryshme, i kanë emailë, përmes emailëve mund të komunikojmë profesorë të ndryshëm. Kemi shumë studentë diplomuar që veç janë në Gjermani, punojnë në kompani të ndryshme dhe dëgjojmë shumë fjalë të mira për ato se kanë arritur, shumica e tyre kanë arritur mjaft sukses dhe kjo për ne është shumë domethënëse për shkak se si universitet, domethënë e kemi futur si qëllim që studenti jonë sa më i respektuar tjetë në vendin e punës, domethënë ashtu edhe krahasohet universiteti dhe suksesi i mbrëmshëm i gjithë fakulteteve në këtë mënyrë. Dhe mendoj se një pjesë e madhe, domethënë, e mundësive të cilët ne mund t'i ofrojmë, përsëri janë në varën për resurse të ndryshme, sidomos financiare, të cilët ne për momentin nuk i kemi një buxhet të limituar dhe nuk kemi mundësi të bëjmë diçka më tepër me ashtu buxhet. Mirë po, përsëri nuk dorëzohemi, mundohemi që me çdo kusht, domethënë me trajnime, me seminare për rritjen e kapaciteteve, të kyçim edhe studentët dhe t'i motivojmë sa më shumë që të ngelin këtu dhe të hapin edhe biznese. Qendra e Karrierës përfshin këtu edhe qasjen me odën ekonomike veripendirmore, të cilët e kemi lënë me datë 7 maj do të vinë në universitet, edhe do të bëjnë trajnime, edhe për student do të ofrojnë edhe vende pune, po njëkohësisht edhe trajnime për ato, domethënë nëse ato nesër dëshirojnë të hapin edhe biznesin e vet, dhe do të kenë një përkrahje shumë të madhe, sidomos duhet të falenderoj edhe ekipën punues së bashku me kryetarin Nuhi Aliun, të cilët ndihmojnë dhe dëshirojnë shumë të ndihmojnë gjeneratëve të reja dhe i afrojnë gjithë ato resurse, trajnime, falas, edhe mundësi të ndryshme për punë praktike edhe për punësime
të cilët u afrojnë studentët. Vetëm që ta kenë më të lejtë. Dhe profesor, me një fjalë për në fund, universitetet shqiptare, sot a janë më afër reformës apo stagnimit? Besoj se janë më afër reformës, janë gjeneratët e reja, mendoj se kanë marrë iniciativën dhe nuk presin që vetëm ne të ndihmojmë, edhe ato vetë iniciojnë ideja të ndryshme. Ne kemi unionin studentëve në universitet, cilët na befasojnë shumë pozitivisht. E kemi pas në emision, kështu që edhe neve na kanë lënë pa fjalë. Po, shumë iniciativa i nisin vetë edhe na kërkojnë ndihmën aty ku mundemi normalisht të ndihmojmë shumë, po jemi të befasuar sa një iniciativë, sa ideja rrjedhin prej nga ana e tyre dhe mendoj se gjeneratët e reja do të gjejnë mënyrë edhe do të mundohen që edhe të rinë këtu. Besoj që po, sidomos me këto kushte që po afroni dhe hapësirën që u jep një mundësit për të trajnuar edhe falas edhe normalisht tani edhe me këtë opcionin që të kenë edhe ligjërues nga jashtë, besoj se do e kenë shumë të lehtë se gjeneratat që kanë kaluar. Ju faleminderit profesor shumë, ne besojmë dhe shpresojmë shumë në përmirësimin e kushteve për studentët. Në fund të ditës duhet të ekziston dëshira se mundësi mund të gjejmë padyshim shumë. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit.